Sot do flasim për vdekjen e Maurizio Gucci't. Po, e dëgjuat mirë. Gucci, si marka që të gjithë njohim. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Me siguri ju ka ndodhur të paktën një herë që të kaloni pranë një vitrine të një dyqani Gucci. Besoj që dikush për jush mund të ketë një çantë Gucci apo një aksesor të kësaj marke. Por sa për jush e dini që kjo shtëpi e famshme mode italiane është e njollosur me gjak? Le të fillojmë nga Guccio Gucci. Dhe po, quhej pikërisht kështu. Guccio Gucci lindi në Firenze në vitin 1881. Prindërit e tij quheshin Gabriello Gucci dhe Elena Santini. Dhe në fakt, babai i tij, Gabriello, kishte një dyqan të vogël prej Kapele Kashtes, por ky dyqan falimentoi për shkak të krizës që ndodhi në atë sektor. Guccio vendosi që donte shumë më shumë nga jeta e tij, donte të udhëtonte, donte të njihte botën, por në fakt babai i tij nuk ishte as pak dakord me vendimin që ai merrte. Kështu që ai la familjen e tij dhe u transferua fillimisht në Paris, më pas nga Parisi në Londër dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kishte punuar punë të ndryshme. Në fillim kishte punuar kamarier, më pas si hamall për hotelet, keni parasysh këto punonjësi që punojnë në hotele, që u marrin valizheve personave që vinë aty dhe gjithë këto punë i kishte bërë për të mbijetuar. Por në hotele ai nuk është se kishte punuar në hotele të rëndomta, po kishte punuar një nga hotelet më luksoze, i cili quhej Savoy Hotel, dhe ishte pikërisht kjo punë që bëri të ndryshonte atë. Dhe në fakt ai tashmë gjithmonë ishte rrethuar nga njerëz të rangut të lartë, nga njerëz të pasur, nga njerëz që ishin gjithmonë mbuluar me luks. Dhe në këtë periudhë filloi të zhvillonte një shije të hollë mbi stilin, filloi të shikonte mënyrën se si visheshin të pasurit dhe madje admironte në farë mënyre valixhet elegante për lëkurë që kishin këta persona të pasur. Pas 4 vitesh, Guccio u kthye në Firenze dhe u martua me Aida Calvelin, ku kjo e fundit punonte në dyqanin e babait të Gucci't. Por pas shërbimit ushtarak që bëri në luftën e dytë botërore, ai filloi që të punonte në një dyqan valixhesh i cili quheshte Botto, dhe ishte pikërisht ky dyqan ku ishte piknisja e gjithçkaje. Dhe më pas u bë drejtor në një dyqan tjetër i cili ishte i njohur për lëkura luksoze. Në vitin 1921, Guccio Gucci zhvendoset përfundimisht në Firenze dhe hap punishten e tij të parë, të cilën e quan Azienda Individuale Guccio Gucci, ku shiste valixhe lëkure të importuara dhe pak më vonë pati guximin dhe hapi një laborator ku prodhonte artikuj lëkure, ku këto artikuj lëkure pra shërbenin për udhëtime ose për kalorim. Megjithatë, pas ngritjes së fashizmit në vitet 30 pati një mungesë materialesh dhe Guccio duhet gjente një mënyrë për të çuar përpara biznesin e tij. Duke eksperimentuar, ai krijoi modelet e para ikonike dhe çantat e para Gucci. Agjencia Gucci po bëhej gjithnjë e më e njohur dhe hapi dyqanet e tij të para në Romë dhe Milano, dhe në këtë periudhë ai dhe Aida kishin 3 djem, Rodolfo, Vasco dhe Aldo, dhe pas përfundimit të luftës së dytë botërore, agjencia Gucci pra mbeti në dorën e Guccios dhe 3 djemve të tij. Në këtë pikë marka u rrit dhe u bë jashtëzakonisht e famshme dhe në vitin 1947 u laçua çanta e parë Bamboo Bag, që të cilën me siguri të gjithë e keni parë. Në vitin 1952 u krijua mokasini ikon, i cili sot e kësaj dite është përsëri në modë. Gucci hapi butiqe në të gjithë botën si New York, Paris, Londër, dhe mbi të gjitha u prezantua logoja e famshme me 2 gët të ndërthura dhe marka u bë jashtëzakonisht shumë e njohur mes personave të famshëm. Kur Guccio Gucci vdiq në vitin 1953, kompania ngeli në duart e djemve të tij, Aldo dhe Rodolfo, dhe këto 2 të fundit e çuan kompaninë jashtëzakonisht shumë përpara. Por bumi i vërtet ndodhi në vitet 70. Ajo u bë një emër ndërkombëtar i luksit. Mokasinat ikon të Gucci't hynë në koleksionin e përhershëm MoMA të New Yorkut. Rodolfo Gucci, përveç se punonte në kompaninë familjare, ai punonte edhe si aktor dhe kishte një emër artistik, Maurizio D'Ancona. Dhe në këtë periudhë u njoh me aktoren Sandra Ravello, dhe nga kjo martesë ato patën një djalë i cili quheshte Maurizio dhe lindi më 26 shtator të vitit 1948.
Kur Rodolfo vdiq në vitin 1983, kompania kaloi në duart e Mauricios dhe në menaxhimin e kompanisë në krye ishin Mauricio dhe Xhaxha Aldo, pasi Aldo ishte një nga fëmijët e Guços. Dhe në këtë pikë kompania ishte vetëm në arritje, kishte vetëm sukses dhe duhet thënë që kishin krijuar një perandori nga zero, nga asgjëja. Në këtë pikë kishin arritur kulmin dhe pas këtij kulmi që kishin arritur ndodh një rrëzim shumë i shpejt i kompanisë Gucci dhe sipas jush, kush ishte arsyeja e këtij rrëzimi? Sigurisht, grindjet familjare. Fillojnë dramat. Pra, Mauricio Gucci është i vetmi trashëgimtar i familjes Gucci dhe në vitet 70 takohet me atë që do të bëhet gruaja e tij e ardhshme, Patricia Reggiani, dhe në fakt ato të dy njihen një fest dhe Mauricio ngeli mahnitur nga bukuria e saj dhe i kërkon një shokut të tij që të shkojë që ta njohë pra me Patrician. Ato të dy lidhen me njëri tjetrin dhe më vonë martohen në vitin 1972, edhe pse kundër vullnetit të familjes së tyre, pasi Rodolfo, që në atë kohë ishte gjallë dhe ishte babai i Mauricios, ai thonte që nuk duhet të martohesh me Patrician, pasi sipas tij Patricia nuk ishte e dashuruar me Mauricion, por thjesht qëndronte me Mauricion për shkak të parave që ai kishte. Ai besonte që për atë grua ishin të rëndësishme vetëm paratë, dhe asgjë më shumë, dhe në një moment mendoi që të largonte Mauricion nga biznesi familjar, por në fakt nuk e bëri. Edhe pse pas kundërshtimit të familjes së tij, Mauricio martohet me Patrician dhe nga kjo martesë lindin dy vajza, Alessandra dhe Allegra. Sipas personat që i njihnin, marrëdhënia e tyre ishte si në ëndra. Mauricio shfaqje një interes shumë të madh mbi Patrician, gjithmonë i blente dhurata, gjithmonë i merrte buqeta me lule dhe në fakt kur nuk kthehej në shtëpi pa një dhuratë ose një buqet me lule me vete. Edhe për shembull kur Mauricio ndodheshte në New York ose në Kin, e telefononte Patrician plot 15 herë në ditë. Ishte jashtëzakonisht i dashuruar me të. Ai bleu gjithashtu dhe një varkë shumë të famshme, Il Creolo, e cila sot konsiderohet një prej varkave më të bukura me vela në botë, një varkë gjigante e cila shkon deri në 80 metra. Dhe në fakt të gjitha kishin vënë re që Mauricio ishte shumë i dashuruar me Patrician, por në fakt Patricia Okej, dhe Patricia e donte Mauricion, po më shumë donte statusin që kishte Mauricio. Në fakt, marrëdhënia e tyre ishte shumë e lohatshme, gjithmonë kishte polemika, gjithmonë kishte xhelozi, gjithmonë kishte grindje, drama të mëdha. Në vitin 1983, Rodolfo, babai i Mauricios, ndroi jetë, dhe në atë kohë Mauricio ishte 38 vjeç dhe ishte pikërisht në atë moshë ku trashëgoi gjysmën e kompanisë familjare, pra 50% të aksioneve të kompanisë Gucci, dhe ishte pikërisht kjo gjë që shkaktoi polemika brenda familjes. Dhe në fakt, shumë persona mendojnë që Mauricio kishte jashtëzakonisht shumë para dhe ishin aq shumë para sa që as vetë ai nuk dinte saktësisht se sa kishte. Dhe për gjitha këto gjëra mund të imagjinoni që Patricia ishte jashtëzakonisht shumë entuziazmuar, tashmë ajo mund të kishte stilin e jetesës që dëshironte, dhe duhet thënë që Patricia ishte një grua doloshuar, nuk është se kursehej shumë në tek pjesa e shpenzimeve. Imagjinoni sa herë që vishte peliçe, xhaketa, mund vendoste edhe një spil dhe ajo spil kushtonte rreth $150,000 dhe në fakt kjo shumë ishte një shumë e vogël për Patrician. Parat për të ishin jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe në fakt Rodolfo kishte pasur shumë të drejtë kur e kishte parlemëruar djalin e tij Mauricion për Patrician që të ishte jashtëzakonisht shumë i kujdesshëm, pasi për Rodolfon familja ishte shumë e shenjtë, familja ishte gjithçka, gjë që ishte e shenjtë dhe për Guccio Gucci, pasi Guccio Gucci e kishte përshkruar familjen ose më saktë kishte përshkruar kompaninë e familjes së tij si një trattori ku e gjithë familja në një farë mënyre ishte në kuzhinë duke gatuar atë që donin të arrinin. Të gjitha vënë re ndryshimin e Mauricios. Në fakt, Mauricio kishte qenë një djalosh shumë i ëmbël dhe paksa naiv, por me trashëgimin që ai mori, ndryshoi rrënjësisht. Disa persona thonë që ndryshoi për shkak të pasurisë që mori. Disa të tjerë thonë që nuk është kështu. Ai në fakt dëshironte t'i kthente lavdin që kishte pasur kompania Gucci në vitet 70. Dhe për të kthyer këtë lavdi, duhet të ndryshonte diçka në kompani. Mauricio dëshironte që të shkëputej komplet nga familja e tij. Në fakt, ai donte një drejtim të ri, dëshironte dizajnator të rinj, dëshironte koncepte të reja. Dhe për ta bërë këtë gjë, në një farë mënyrë duhet të eliminonte, në mënyrë figurative them, xhaxhain e tij Aldo, pasi Aldo në një farë mënyrë ishte
puzzle-i i fundit që kishte ndikim në këtë kompani. E vetmja mënyrë për të larguar xhaxhain e tij nga kompania ishte të binte kushërinë e tij Paolo, ku Paolo ishte djali i Aldos dhe kishte 3% të kompanisë Gucci dhe duhet të votonte kundrejt babait të tij, pra që Mauricio që të bëhej president i kompanisë Gucci. Dhe i thotë që nëse ti voton kundrejt babait tënd, pra kundrejt xhaxhait tim Aldos, unë do të vënë në krye të një projekti shumë të rëndësishëm Gucci dhe në fakt nuk dihet saktësisht se cili ishte ky projekt jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Në fakt kjo taktik funksionon. Paolo pranon dhe Aldo largohet nga kompania, por Mauricio kur nuk pranoi që ishte ai që largoi xhaxhain e tij nga kompania, por ai gjithmonë është shprehur që Aldo dëshironte vetë të largohej nga kompania sepse në një farë mënyre donte të dilte në pension. Për të gjithë personat që e njihnin Aldo, në fakt kjo gjë nuk ishte as pak e vërtetë. Edhe Patricia madje deklaroi që Aldo ishte jashtëzakonisht shumë i lidhur me kompaninë, saqë nuk mund të largohej me dëshirën e tij në një farë mënyre, pasi për të kompania ose Gucci ishte gjithçka. Megjithatë, Mauricio arriti atë që donte në një farë mënyre, apo jo, dhe kur erdhi momenti që të mbante premtimin që i kishte bërë kushëritë të tij Paulos, pra që ta vendosë në krye të një projekti të rëndësishëm, ai nuk e mbajti këtë premtim dhe në këtë pikë filloi një betejë ligjore mes të dyve. Mauricio dhe avokatët e tij filluan të raportonin tek autoritetet çdo shkelje që bënte Paolo dhe nga ana tjetër Paolo dhe Aldo raportonin tek autoritetet çdo shkelje të mundshme që bënte Mauricio. Në një moment ata zbuluan një gjë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe ishin absolutisht të sigurt për këtë gjë. Mauricio kishte falsifikuar firmën e të jatit të tij në disa dokumente të kompanisë Gucci. Në një farë mënyre ai falsifikon firmën e të atit për të shmangur taksat që kishte marrë nga trashëgimia e aksioneve të kompanisë Gucci. Dhe në një farë mënyre nga falsifikimi i firmës, ai thotë që këto aksione kanë qenë të tija për shumë vite, jo që i ka marrë nga trashëgimia e të atit. Kjo gjë ishte jashtëzakonisht shumë serioze dhe Paolo dhe Aldo e raportuan këtë gjë tek autoritetet dhe ishte edhe një tjetër punonjës i kompanisë Gucci i cili kundërshtoi kundër Mauricios. Pra në një farë mënyre tha po, Mauricio ka falsifikuar firmën e të atit. Një ditë, ndërsa Mauricio ishte në restorant së bashku me miqtë e tij, autoritetet mbërritën aty për ta arrestuar. Në një moment, Mauricio kuptoi se çfarë po ndodhte dhe menjëherë u largua nga restoranti, i hypi motorit dhe u zhduk. U arratis në Zvicër ku u fshi atje për një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë nga autoritetet italiane. Në mes gjithë kësaj krize, ai vendosi që të ndahet dhe nga bashortja e tij, Patricia Reggiani, dhe në fakt nuk pati as guximin që të komunikonte vetë lajmin e ndarjes, pra vetë lajmin e divorcit, dhe mbi të gjitha çoi një mikun e familjes së tij për të komunikuar këtë lajm. Në fakt, marrëdhënia e tyre ishte përkeqësuar jashtëzakonisht shumë, Mauricio nuk e duronte më Patrician dhe nuk donte të bënte më fare me të. Në këtë ndarje, Patricia humbi parat, humbi statusin, humbi fuqinë, pra humbi gjithçka që ishte e rëndësishme për të dhe filloi ta urrente Mauricion me gjithë forcën e saj. Dhe duhet thënë, nga ana tjetër, ajo ishte një grua që nuk ishte frikë të shprehte mendimet e saj dhe çdo që takonte shprehte një mblef kundrejt Mauricios, pra tregonte pra atë gjithë inatin, gjithë urrëtin që kishte për ish bashortin e saj. Në një moment të dytë, ajo ftohet një emision televiziv dhe i bëhet një pyetje: a mendon që ish bashorti jot është fajtor për falsifikimin e firmës? Dhe ajo përgjigjet: po, jam shumë e sigurt që është fajtor. Imagjinoni që ajo arrin ta thotë këtë gjë duke i ditur që Mauricio mund të shkonte në burg për këtë. Because you are innocent. You are in hiding because you must have done something. Your husband is guilty. Yeah, well, I'm sure yes. Ndërkohë, Mauricio po jetonte në Zvicër dhe po harxhonte miliona parash me avokatët nëpër procese gjyqësore. Dhe në fund u dënua me një vit burg dhe duhet të pagonte një gjop jashtëzakonisht shumë të madhe. Por vjen një moment që bën një apel dhe shpallet i pafajshëm. Forged signing of a document which would have saved immense an amount of taxes and inheritance. Absolutely. Pasi u shpalli pafajshëm, ai kthehet përsëri në Itali duke u rikthyer si president i kompanisë Gucci. Edhe pse përplasjet që kishte mes xhaxhait të tij Aldos dhe mes kushëritë të tij ishin të njëpasqyrshme. Por duhet thënë që Mauricio u fut në borxhe jashtëzakonisht shumë të mëdha, saqë u detyrua që të shiste kompaninë e tij Gucci, pra kompaninë që kishte qenë pasuria më e madhe për familjen e tij. Në vitin 1988, Gucci u shit tek fondi i investimeve Investcorp, ku
ku kjo e fundit filloi që të blinte gradualisht 100% të aksioneve Gucci dhe në vitin 1993 largoi përfundimisht familjen Gucci nga kompania. Në këtë kohë Maurizio njeh një grua tjetër e cila quheshte Paola Frankin dhe në fakt kalonin shumë mirë me njëri tjetrin, kalonin një kohë shumë të madhe në yacht, bënin darka dhe dreka luksoze, festonin gjithnjë dhe kjo gjë arriti ta dërbonte Patrician dhe imagjinojnë që urrëtia për bashortin e saj u shtua akoma më shumë. Aq e madhe ishte urrëtia që kishte për bashortin e saj, saqë arriti të thoshte publikisht që dëshironte ta shite të vdekur Mauricion. Patricia ishte bërë jashtëzakonisht shumë e fiksuar pas ish bashortit të saj, nuk mund të mendonte asgjë tjetër. Dhe në këtë periudhë ajo afrohet me një grua napoletane e cila quheshte Pina Auriema. Por duhet thënë që këto të dyja kishin qenë shoqe përpara se Patricia të ndaheshte nga Maurizio. Madje në atë kohë Pina ishte simpatizuar në një farë mënyrë aq shumë nga Maurizio dhe ky i fundit e kishte ndihmuar atë të hapte një dyqan Gucci në Napoli. Por Pina kishte qenë gjithmonë një figurë paksa misterioze, një figurë që nuk diheshte shumë për të. E vetmja gjë që diheshte ishte që ishte gjithmonë afër Patricias. Madje njerëzit filluan të mendonin që ajo ishte një magjistare, praktikonte magjinë e zezë dhe në fakt gazetat mediat filluan ta quajnë atë maga dhe ky lloj pseudonimi i mbeti asaj një farë mënyre. Dhe shumë persona të tjerë mendonin që Patricia ishte drejtuar Pinës që të bënte magji të zezë kundrejt Mauricios. Por Pina gjithmonë e kishte mohuar këtë gjë dhe thoshte që mes saj dhe Patricias gjithmonë kishte qenë një misi e sinqertë. Kur njerëzit e pyesin se pse mediat një farë mënyre të quajnë maga, ajo thotë që një farë mënyre Patricia gjithmonë ka qenë e manitur nga bota e magjisë, gjithmonë shkonte dhe konsultoheshte me fallxore dhe isha pikërisht unë ajo që e shoqëroja te këto fallxore dhe një farë mënyre mendonte që mediat duke lidhur këto dy gjëra bashkë e quanin atë maga, po sipas Pinës kjo gjë nuk bënte sens. Por madje Pina thotë që nuk e besoi këtyre gjërave dhe mbi të gjitha nuk di të lexoj letra. Por një gjë që ishte e sigurt ishte se Patricia dhe Pina ishin të pandashme, madje mund të them që ishin të varura nga njëra tjetra. Situata u përkeqësua akoma më shumë në vitin 1991 ku Patricia mori një lajm nga mjekët. Në fakt u zbulua një tumor që ajo kishte në tru, por fatmirësisht ishte një tumor benin, një farë mënyre ishte një tumor jo kanceros, por gjithsesi duhet t'i nënshtrohej një operacion i jashtëzakonisht shumë delikat. Pina nga ana tjetër nuk është se situata e saj ishte jashtëzakonisht shumë e mirë. Në fakt, dyqani i saj në Napoli falimentoi, kështu që duhet të pagonte një borxh për 70 milion liretash. Nga ana tjetër, ajo i qëndroi gjithmonë në spital Patricias duke u kujdesur për të, duke i dhënë kuraje për të luftuar tumorin. Dhe thotë që në të gjitha ditët që Patricia ka qenë në spital, Maurizio ka qenë komplet i zhdukur. Maurizio si farë mënyre nuk është se i interesonte shumë dhe nuk e vuri fare ujë në zjarr. Patricia ishte plot mlev dhe gjithmonë linte mesazhe zanore kundrejt Mauricios. Imagjinoni që Patricia kishte një karakter shumë të fortë, ishte një grua e fortë, nuk kishte frikë të shprehte mendimin e saj dhe Mauricio nga ana tjetër nuk kishte menduar ndonjëherë të mbrohej nga Patricia, edhe pse Patricia tashmë kishte filluar që të pyeste rreth rrotull nëse dikush ishte i gatshëm për të vrarë ish bashortin e saj. Sipas disa deklaratave thonë që një ditë Patricia futet një dyqan mishi dhe pyet kasapin: "Më falni, a jeni i gatshëm që të vrisni bashortin tim?" Dhe më pas shton: "Dhe ju lutem më jepni edhe 100 gram prosciutto." Natyrisht është një mënyrë e egzageruar për të imagjinuar skenën, por imagjinoni se sa hapur e shprehte urrëtin që kishte Patricia për bashortin e saj. Nga ana tjetër, Maurizio mendonte që Patricia ishte shumë qesharake, ishte shumë egzageruar dhe nuk kishte menduar fare të mbroheshte nga ajo. Ndërkohë, Pina vazhdonte të kishte probleme me borxhet dhe në këtë pikë ajo i kërkon borxh mikes së saj Patricias 80 milion lireta për të shlyer të gjitha borxhet që kishte. Por në fakt Patricia në fillim thotë që po do t'i jap, por pastaj ndryshon mendje. Fillimisht Pina nuk e kuptoi pse Patricia në një farë mënyre kishte ndryshuar mendje, por nga ana tjetër nuk dëshironte që një çështje financiare të ndikonte në misinë e tyre. Në tetor të vitit 1995, pas një betejë ligjore mes Mauricios dhe Paulos, ky i fundit vdiq. Vdiq për shkak të një sëmundje të gjatë që kishte dhe imagjinoni që vdiq
pa rregulluar marrëdhëniet që kishte me Mauricion. Por vetëm 5 muaj pas vdekjes së Paulës, më 27 mars, po të atij viti ndodh një vdekje tjetër. Vdes Maurizio Gucci. Ishte ditë e hënë, ora 8:35 e mëngjesit. Ndodhemi në Milano, via Palestro 20. Në ndërtesën ku Maurizio Gucci kishte zyrën e tij, portieri i ndërtesës, një burr i cili quheshte Giuseppe Onorato, sapo kishte filluar turnin e tij të punës dhe po pastronte hyrjen. Dhe në një moment shikon një person që po futet në ndërtesë dhe ishte pikërisht Maurizio Gucci që po shkonte në zyrën e tij dhe si gjithmonë përshëndeti portierin. Menjëherë pas tij hyri dhe një burr që portieri nuk e kishte parë kurrë më përpara. Dhe pas kësaj dëgjoi zhurma shumë të forta dhe u kthye menjëherë për të parë se çfarë kishte ndodhur. Dhe kur u kthye, pa këtë burr që po vraponte drejt tij dhe qelloi 2 herë me pistolet përpara se të largohej me shpejtësi nga vendngjarja. Portieri, i cili ishte i shtrirë në tokë, arriti të shikonte se tek shkallët e ndërtesës ishte edhe një person tjetër, dhe ishte pikërisht Maurizio Gucci. Autoritetet dhe ambulanca arritën menjëherë, por portieri fatmirësisht mbijetoi, por Maurizio Gucci jo. Ai u vra atë ditë me 4 të shtëna, 2 në shpinë, 1 në të pasme dhe 1 plumb në kokë. Policia e kupton menjëherë që kishte të bënte me vrasës profesionist, por në fakt nuk kishte asnjë pistë të saktë në dorë, pasi Maurizio në gjithë jetën e tij kishte bërë shumë miq, por kishte bërë dhe shumë armiq. Dhe këto armiq që kishte bërë Maurizio kishin shumë motive për të kryer atë krim. Vrasja mbeti mister për plot 2 vite. Por pas 2 viteve, kreu i policisë së Milanos mori një telefonat nga një person dhe ky person thoshte që kishte informacione mbi vrasjen Gucci. Policia e pranon këtë takim dhe takohet me këtë burr dhe ky burr i dha një emër dhe i thotë që portieri i X ndërtesej mburrej vazhdimisht duke thënë që ishte pjesë e bandës që kishte vrarë Maurizio Gucci. Ky burr quhej Ivano Savioni dhe në fakt policia në këtë pikë filluan të gjërmonin telefonatat e këtij personi dhe u kuptua që ky ishte ndërmjetësi, ai që kishte organizuar gjithçka. Dal nga dal u zbuluan dhe emrat të tjerë si Orazio Cicala, i cili kishte qenë shoferi i makinës atë ditë, dhe Benedetto Ceraulo, i cili kishte qelluar me armë Maurizio. Por kjo bande pa aftësh, siç i quanin autoritetet, ishte e punësuar nga Pina me urdhër të Patricias, ku Patricia ishte ish-bashortja e Mauricios. Patricia u arrestua më 31 janar dhe në fakt kur u kap, ajo doli nga shtëpia e veshur me një pallë të madhe prej peliçe dhe me një kapele po ashtu prej peliçe e mbuluar plot e përplot me bizhuteri, saqë gazetarët i thanë që dukej sikur po shkonte në një teatër dhe jo në burg. Gjatë marrjes në pyetje, Patricia mohoi çdo lidhje që mund të kishte me vrasit dhe mbi të gjitha tha që ishte vetëm viktim e këtij rasti. Ajo thotë që këta kriminalë kishin vrarë Mauricion me dëshirën e tyre, më pas kishin shkuar te Patricia duke i thënë që shiko, ne kemi vrarë bashortin tënd, tashmë ne duam që të na japësh jashtëzakonisht shumë para, ndryshe do të vrasim dhe vajzat e tua. Dhe kjo ishte arsyeja se pse ajo u kishte dhënë para këtyre personave, sepse këto në një farë mënyre e kishin kërcënuar. Më pas Patricia në një farë mënyre u përpoq që të dilte e paaft për të menduar, e paaft për të vepruar për shkak të tumorit të saj. Por në fakt hetuesit e hodhën shumë shpejt poshtë këtë tezë, sepse hetuesit vunë re që Patricia kishte filluar që të kërkonte vrasës për të vrarë Mauricion shumë kohë përpara se të shfaqej tumori i saj. Patricia qëndroi plot 1 vit në burg përpara se të fillonte procesi gjyqësor dhe në fakt gjatë gjithë kësaj kohe ajo e deklaronte veten të pafajshme dhe thjesht ishte viktim e këtij rasti. Në gjykat, Pina u paraqit si një ndikim i keq për Patrician si një magjistare e cila e kishte shtyrë atë drejt besimeve okulte. Në fillim dukeshte sikur Pina ishte strumbullari i gjithçkaje, por Pina dhe Patricia ishin mike të pandashme deri në momentin kur u arrestuan që të gjithë. Pra një farë mënyre dukeshte sikur Pina kishte urdhëruar vrasjen e Mauricios për të shantazhuar Patrician, por nga ana tjetër, Patricia ishte një femër që nuk se shantazhoheshe ose manipuloheshe kollaj. Okej, është e vërtet që Pina gjeti njerëzit për të kryer krimin, por me urdhër të Patricias, dhe nga ana tjetër doli në pa që ishte Patricia ajo që po manipulonte Pinën, pra kishte në dorë Pinën. Dhe ishte pikërisht për këtë arsye pse Patricia i mohoi atë shumën e paras që Pina i kishte kërkuar. Pra në një farë mënyre, Patricia i kishte thënë Pinës që nëse ti heq qafe burrin tim, unë do të jap më shumë para se çka ti kërkon. Dhe atëherë Pina kishte pranuar menjëherë, por si provë që Patricia kishte qenë organizuesja e gjithçkaje, në fakt kishte pagesa
Çu kishin bërë këtyre personave? Dhe një nga kriminalet që kishin hequr qafe Mauricion, sa herë që merrte para nga Patricia, shkruante një copë letër dhe thoshte: "Ka marrë kaq lira nga Patricia Reggiani." 10 ditë para se Mauricio të vritej, Patricia kishte shkruar në ditarin e saj: "Nuk ekziston krim që nuk mund të blihet", ndërsa në faqen e ditës së vrasjes kishte shkruar fjalën parajs. Në fund të procesit u mor vendimi: 29 vite burg për Patricia Reggianin, 29 vite burg për Orazio Kicalen, 26 vite burg për Giuseppe Sabioni, 25 vite burg për Pina Arujema dhe burgim të përjetshëm për Benedetto Ceraulo, njeriu që qelloi me armë Mauricion. Nëse po pyesni veten se pse Patricia në një farë mënyrë kishte vrarë Mauricion, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ishin parat. Në fakt, Mauricio kishte një të dashur të re e cila quheshte Paola dhe nuk dëshironte që Mauricio të martoheshte me Paolon, që në një farë mënyre pasuria e Mauricios të ishte e paprekshme. Dhe në këtë pikë të historisë bën sens ajo shpreha që prindi ka gjithmonë të drejtë. Pra në një farë mënyre, nëse Mauricio do të kishte dëgjuar babain e tij, kjo gjë ndoshta nuk do të kishte ndodhur fare. Gjithsesi, dënimi me 29 vite burg shkoi në 27 vite dhe më pas në 17 vite burg dhe më pas u lirua. Imagjinoni që pasi doli nga burgu, trashëgoi pasurinë e bashortit që vetë kjo e fundit kishte urdhëruar që ta vrisin. Okej, nuk është se trashëgoi komplet pasurinë e Mauricios, por mori një pension vjetor, një shumë prej 1 milion eurosh që Mauricio kishte vendosur në dokumentet e divorcit. Një gjë tjetër interesante është se ju kujtohen vajzat e Patricias dhe Mauricios, pra Alessandra dhe Allegra? Okej, ato të dyja kanë shkputur çdo marrëdhënie me të jemën dhe kanë hapur një betejë ligjore kundrejt saj. Do thoni ju pse? Sepse ishin pikërisht vajzat që duhet të paguanin shumën e famshme për 1 milion eurosh në vit, sepse të dyja vajzat kishin trashëguar të gjithë pasurinë e babait të tyre. Patricia nga ana tjetër u propozoi vajzave të saj një marrëveshje që do hiqte dorë nga pensioni nëse vajzat e saj do të paguanin një shumë parash që të mbanin lart standardet e saj të jetesës. Dhe megjithatë u kërkon vajzave që të përdorte varkën e famshme Creo një muaj të vitit. Një farë mënyre një kompromis goxha i vogël. Por për të gjithave, historia e kësaj familje është jashtëzakonisht shumë absurde. Imagjinoni që është zhjuar dhe një film, House of Gucci, ku Patricia Reggianin e luan vetë Lady Gaga. Pra miqtë e mi, këto janë shumica e detajeve në lidhje me këtë histori. Nëse dini detajet e tjera, mi shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao!